Dashi. Sot mund të ndjeni më të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve. Në dashuri, komunikimi është qetësi për të shmangur keq kuptimet. Partneri juaj mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë qetësi dhe zgjuarsi për t'i zgjidhur. Përqendrohuni tek detajet dhe mos e lini asgjë në dorë të fatit. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, sidomos nëse po planifikoni investime të reja. Është e rëndësishme të mos merrni vendime të nxituara. Gjendja emocionale mund të jetë e paqëndrueshme, ndaj kërkoni kohë për relaksim dhe reflektim. Bëni kujdes me shëndetin, veçanërisht nëse ndiheni të stresuar. Një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Demi. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, mund të ndiheni të motivuar për të kaluar më shumë kohë me partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të ndiheni produktiv. Përfitoni nga kjo për të përfunduar detyrat e lëna pas dore. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin mendor duke bërë një pushim të shkurtër gjatë ditës. Praktikoni frymëmarrje të thellë për të qetësuar mendjen. Një bisedë me një mik të mirë mund t'ju ndihmojë të shihni gjërat nga një perspektivë e re. Binjakët. Dita e sotme do të sjellë sfida të reja në marrëdhëniet personale. Kujdes me komunikimin dhe mos e lejoni keqkuptimet të ndikojnë tek ndjenjat tuaja. Në punë do të përballeni me detyra të papritura, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të menaxhoni gjithçka me sukses. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Planifikoni me kujdes dhe mbani një sy tek buxheti juaj. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, ndaj merrni kohë për veten dhe relaksohuni. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të jenë të dobishme për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për shëndetin dhe mos e neglizhoni rëndësinë e një diete të ekuilibruar. Gaforja. Ditën e sotme, energjitë do të jenë të larta, duke ju shtyrë të merrni vendime të rëndësishme në punë. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që emocionet të ndikojnë në vendimet tuaja profesionale. Në aspektin e dashurisë, mund të ndjeni një nevojë për të komunikuar më mirë me partnerin. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, pasi kjo mund të forcojë marrëdhënien. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i mirë do t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë burimet tuaja. Në aspektin emocional, mbani qetësinë dhe përpiquni të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund të ndihmojë në ekuilibrimin e shpirtit tuaj. Luani. Sot do të ndiheni të motivuar për të përballuar sfidat në punë. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të përfundoni detyrat me sukses dhe të merrni vlerësime nga kolegët. Në dashuri, mund të hasni disa tensione të vogla me partnerin, por komunikimi do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për veten dhe mos e neglizhoni shëndetin tuaj mendor. Një shëtitje e shkurtër ose pak kohë e kaluar në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin emocional. Dëgjoni intuitën tuaj dhe mos e lini pas dore. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Virgjëreshon. Dita e sotme mund të sjellë disa ndryshime në mënyrën si i shihni marrëdhëniet personale. Një bisedë e hapur me partnerin mund të zgjidhë keqkuptimet e vogla që kanë lindur. Në punë, është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lini pas dore detajet e vogla. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, ndaj gjeni kohë për të relaksuar dhe për të marrë me aktivitete që ju japin kënaqësi. Mbani mend se një qëndrim pozitiv mund të bëjë ndryshim të madh në mënyrën se si përballeni me sfidat e ditës. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e balancës mes punës dhe kohës së lirë. Beshorja. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, mund të ndiheni të pavendosur për një çështje të rëndësishme. Merrni kohën e duhur për të menduar dhe mos bëni veprime të nxituara. Në punë, një projekt i vjetër mund të rikthehet në vëmendje. Bëni kujdes në menaxhimin e detajeve dhe mos nënvlerësoni asnjë aspekt. Financat kërkojnë pak kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse keni borxhe, bëni një plan për t'i menaxhuar ato. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e pushimit. Akripi.
Dita e sotme sjell një energji pozitive në marrëdhëniet tuaja personale. Është një moment i mirë për t'u afruar me partnerin dhe për të ndarë ndjenjat tuaja të vërteta. Në punë mund të përballeni me disa sfida, por mos lejoni që këto t'ju dekurajojnë. Tregoni durim dhe përkushtim dhe rezultatet do të vinë. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje sot, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Mundohuni të qëndroni brenda buxhetit tuaj për të shmangur stresin financiar. Në aspektin emocional, ndiheni të qetë dhe të balancuar. Përkushtojuni aktiviteteve që ju sjellin kënaqësi dhe relaksim. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni pak kohë për reflektim personal. Shigjetari. Energjia e sotme do të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Mund të ndiheni pak të tensionuar me partnerin, por një bisedë e hapur do t'ju ndihmojë të sqaroni situatën. Në punë, mos u shqetësoni nëse gjërat nuk ecin sipas planit. Shfrytëzoni mundësitë për të treguar kreativitetin tuaj dhe për të ofruar zgjidhje të reja. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni në kursime afatgjata. Gjendja emocionale do të jetë pak e luhatshme, por meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojnë për të rigjetur qetësinë. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga miqtë tuaj të afërt. Dita mund të jetë sfiduese, por gjithashtu një mundësi për rritje personale. Bëritjapli. Sot ndiheni të motivuar dhe plot energji, gjë që do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat në punë. Mos e lini pas dore komunikimin me kolegët, pasi mund të lindin mundësi të reja bashkëpunimi. Në aspektin financiar, është momenti i duhur për të bërë plane afatgjata. Bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj, duke çuar në një mirëkuptim më të thellë. Për ata që janë beqar, një njohje e re mund t'ju sjellë emocione pozitive. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por mbani mend të gjeni kohë për relaksim. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë mund të jenë shumë të dobishme për të ruajtur ekuilibrin tuaj të brendshëm. Ujori. Ditë e mbushur me energji pozitive për marrëdhëniet personale. Nëse keni pasur keqkuptime me partnerin, sot është momenti i duhur për t'i zgjidhur ato. Në punë mund të paraqiten mundësi të reja që kërkojnë vendime të shpejta. Mos hezitoni të shfaqni idetë tuaja, pasi do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët. Financat duken stabil, por është e rëndësishme të mbani nën kontroll shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen me kalimin e kohës. Gjendja emocionale është e qëndrueshme dhe do të ndiheni të motivuar për të përmbushur detyrimet e përditshme. Përpiquni të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të kujdesur për veten. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të rifreskuar mendjen. Peshi. Ditën e sotme, energjitë planetare sjellin një ndjenjë të re në marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, është koha për të reflektuar mbi ndjenjat dhe për të biseduar hapur me partnerin. Në punë, mund të ndiheni të mbingarkuar, por qëndroni të fokusuar dhe organizoni detyrat me kujdes. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet impulsive dhe planifikoni me kujdes. Emocionalisht, mund të ndjeni nevojën për të qëndruar të qetë dhe për të gjetur momente për veten. Praktikoni meditimin ose një aktivitet që ju relakson. Ndiqni intuitën dhe mos u nxitoni në vendime të rëndësishme. Përqendrohuni në gjërat që ju sjellin gëzim dhe përpiquni të ruani një balancë mes punës dhe jetës personale.